Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lezime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje të komplikuar. Do ta zgjidhni bashkimin tuaj në mënyrë paqësore. Pra, keni një lidhje të komplikuar, larg njëri tjetrit, me ngritje ulje si një lidhje largësi. Pra, do të keni një paqe, pra, një bashkim, dhe do ta zgjidhni këtë bashkim në mënyrë paqësore me njëri tjetrin. Çfarë thon tarot? Njëri nga ju, mashkulli, është shumë egoist. Ka një ego të sëmurë. Do paqe, do qetësi në këtë lidhje. Por jeni larg. Ky ju do, pa mas. Do pa mas. Do se s'bën të ketë një takim të shpejt për të zgjidhur gjëra që keni lënë pezu, pa zgjidhur. Sepse ky është si një mbret i shpatave, një person që do komandën dhe fuqinë, të ketë çdo gjë ta ketë në dorën e tij. Jeni në një lidhje të fshehtë. Hëna më tregon që lidhja juaj, dhe pse është e komplikuar, ka ulje ngritje, është dhe një lidhje e fshehtë. Jeni të rrethuar nga njerëz jo fort të mirë. Ky person e vuan shumë largësinë, ka gjik botën, është një person i kompletuar, por e vuan shumë të pjesën e largësisë, që ka diferencën, ta distancën, dhe lëndohet shumë me lëndime. Lëndime për sa i përket pjesës së largësisë. Ka një moment që do të meditoj fort për të zgjidhur këtë situatë, duke reflektuar me botën e tij të brendshme, me fëmijën e tij të brendshëm. Shumë shpejt, ky lajm që do të merrni nga ky person do të zgjidh konflikte që keni, kontradiktat që keni me njëri tjetrin, sepse ky do të vi drejt jush dhe pse është i dyzuar, sepse ka punën, ka bollokun dhe do se s'bën të ketë një ndryshim, një bashkim në këtë lidhjen tuaj të komplikuar. Pra, me kë rezonon kjo histori? Me kë gërmë? Me gërmën N, me gërmën Dh, me gërmën K, me gërmën C, me gërmën J, me gërmën L, V, I, me gërmën B, me gërmën D, Zh dhe me gërmën H. Kurse me shenjën e horoskopit mund të rezonoj me tashin, me gaforen, denin, me virgjëreshën, me peshqit, me peshoren dhe me ujorin. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.